Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube-it, ku sot do të flasim për mëkatin e ëmbël ndaj të cilit bien për të gjithë dhe bëhet fjalë pikërisht për ëmbëlsirat. Neve fillojmë me një ëmbëlsirë të pafajshme, pastaj me një tjetër, pastaj edhe me një copë tjetër, e kështu me radhë derisa avash bëhet pjesë e rutinës tonë dhe gjejmë veten në një situatë kur është e vështirë që të mos konsumojmë një gjë të ëmbël për të rregulluar gojën, siç themi në përditshmëri, pas çdo vakti kryesor apo edhe pa pasur neps gjatë ditës për gjëra të ëmbla. Por çfarë do ndodhte me trupin tonë në rast se do të arrinim që për të paktën një javë të mos konsumonim ëmbëlsira? Këtë do ta zbulojmë përmes kësaj videoje, ndaj ju ftoj që ta ndiqni atë deri në fund. Dy ditët e para janë ditët më të vështira, për arsye se trupi ynë është mësuar që të marrë kënaqësinë e sheqerit të shpejtë, pra të menjëhershëm në gjak. Dhe si pasojë neve do të kemi neps për gjëra të ëmbla, gjë që do të jetë dhe shumë e vështirë që të rezistojmë. Do të ndihemi edhe të lodhur dhe do të ndihemi edhe nervoz, për arsye se tashmë trupi i cili paprit pas ju ndërpre ky karburanti menjëhershëm duhet të përshtatet ndaj mungesës së sheqerit të menjëhershëm. Është një fazë sfiduese, por është thelbësore në mënyrë që të mund të forcojmë pak rezistencën tonë ndaj kësaj dëshire për ëmbëlsira. Në ditën e 3 dhe ditën e 4, trupi tashmë sikur disi po përshtatet pak me këtë ndryshim të papritur. Pra, nëse deri dje neve siguronim një energji të menjëhershme përmes sheqerit të shtuar, tashmë sikur po fillon të përshtatet me mungesën e sheqerit dhe ndërkohë do të fillojë që të përdorë energjinë në mënyrë më të balancuar. Dhe kjo është arsyeja pse do të kemi më tepër kontroll ndaj nepsit që mund të kishim paraprakisht përkundrejt ëmbëlsirave dhe nga ana tjetër nuk do ndihemi më aq të lodhur. Pra, nuk kemi më ulje ngritje të vazhdueshme të energjisë, por do të duket si diçka më e balancuar. Nga dita e 5 deri në ditën e 7 bëhet fjalë për atë periudhë ku fillojnë që të duken dhe rezultatet. Tashmë trupi ynë është përshtatur ndaj mungesës së sheqerit të menjëhershëm. Energjia do të përdoret në mënyrë më të balancuar. Nepsi për ëmbëlsira do të reduktohet i ndjeshëm. Do të kemi simptoma si ndjesi më të madhe rehatie dhe më pak fryrje barku. Do të kemi energji në mënyrë të vazhdueshme dhe më pak ndjesi të lodhjes. Do të ndihemi gjithashtu që gjumi ynë do të jetë më cilësor dhe më i rehatshëm. Nga ana tjetër do të kemi përmirësim të mikrobiotës intestinale, që do thotë përmirësim të florës bakteriale apo të baktereve të shëndetshme të cilat gjenden në zorrën tonë, dhe të gjitha këto gjëra patjetër që do të duken qartë dhe në pamjen tonë, duke u paraqitur fillimisht edhe me një lëkurë e cila shkëlqen, pra është një lëkurë më e shëndritshme dhe më e shëndetshme. Por çfarë do të ndodhë realisht? Nivelet e sheqerit në gjak do stabilizohen ndjeshëm. Nuk ka më nevojë që të kemi prodhim të insulinës në mënyrë të orientuar praktikisht për trupin tonë. Nuk do të kemi më dëshirë për ushqime të përpunuara apo ushqime të pashëndetshme, do të bie ndjeshëm nepsi dhe ndërkohë do të fillojmë që të ushqehemi më të shëndetshëm, duke ndikuar kështu në dietën tonë të përgjithshme. Energjia e trupit do të përdoret në mënyrë më efikase dhe do të ulet ndjeshëm edhe ngrënia emocionale, që do thotë një ngrënie e pakontrolluar si pasojë e ndjesisë tonë emocionale. Pra do të kemi më kontroll përkundrejt stresit. Dhe sikurse ju thash, pra mikrobiota intestinale do të përmirësojë ndjeshëm treguesit e saj. Kujdes, në këtë video nuk dua të sugjeroj që nuk duhet të konsumojmë absolutisht asnjë lloj sheqeri. Ka disa lloje sheqerësh të cilat janë të domosdoshme për trupin ton, pa harruar që burimi kryesor i energjisë për trupin dhe për trurin do të jetë sigurisht karbohidrate. Por bëhet fjalë për sheqerinat e shtuara, për të rafinuar që gjeten në ëmbëlsira, që nuk na sjellin asnjë lloj përfitimi për trupin ton. Duhet të jemi inteligjentë dhe zgjellim sheqerina të shëndetshme dhe këto do t'i gjejmë pikërisht përmes frutave dhe drithrave, kryesisht ato integral, por me përshtatje sipas nevojave dietike të secilit prej nesh. Që do thotë gjithsesi sheqeri nuk duhet eliminuar, por duhet të përzgjedhim atë sheqer që është sa më natyral dhe jo pra sheqerin e përpunuar i cili do të mund të kishte ndikime negativ në trupin ton. Ishte videoja për sot. Në fakt, donse 7 ditë nuk mjaftojnë për të ndryshuar një zakon, mund të jetë fillesa për të nxitur disi përshtatjen e trupit tonë përkundrejt një stili të ri të jetesës më të shëndetshëm. Pse jo të mos e provoni edhe ju, sikur për 7 ditë ose pra për një javë thënë ndryshe do të mund të filloni që të mos konsumoni të sheqerna. Provojeni një herë dhe do të isha shumë kurioze të shikoja rezultatet tuaja. Për këtë ju ftoj që të lini një koment post kësaj videoje. Gjithashtu në rast se video ju ka pëlqyer, ju ftoj që të bëni like
like dhe ta ndani atë me miqtë tuaj në share. Juftoj gjithashtu që të mos largoni nga kanali pa bërë subscribe në mënyrë që të mos humbisni përditësimet e mia. Dhe kaq miqë, ishte videoja për sot, një video e shkurtër, por që shpresoj që t'ju nxis disi të paktën në të filluar të menduarit në ndryshe për sa i përket jetës tonë. Gjithashtu ju ftoj që të lini komente dhe për pyetje të tjera që mund të keni. Ju ftoj të më ndiqni në videon e radhës dhe deri atëherë ju uroj të gjithë shëndet të mirë.